أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahit Dhul Gjelal, Zotit botrave gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Salavatet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne sot inshallah do të vazhdojmë me derset tona, të cilët I paralajmëruam para kësaj jave se do të mbarojmë krejt hiset të cilët na kanë ngelur. Ne ligjëratën e parë dhe ditën folëm për ata të cilët morin një ditën, ata të cilët morin një të katërtën edhe ata të cilët morin një të tetën. Sot inshallah me lejen e Allahu xhaleshanu do të vazhdojmë atyre të cilët ju takojnë 2/3, atyre të cilët ju takojnë 1/3, nëse do të na ngelet kohë, do të vazhdojmë edhe atyre të cilët ju takojnë 1/6. Pra fillojmë me hisën e atyre të cilëve ju takojnë 2/3. Do me thonë 2/3 do t'jetë se tem e jonja sot për të cilët ne do të bisedojmë. Atyre të cilëve ju takon 2/3 janë 4 persona. Dhe këta kanë të bëjnë me gjinin femërore të cilët ishin në një të ditën. Me gjinin femërore të cilët ishin një të ditën. Ne e thamë se një dita ju takon vetëm 5 personave. Ato ishin burri, vajza e djalit Mesa, ishte motra e vërtet edhe motra nga babai. Do me thonë 2/3 vu takojnë femnave të cilëve ju takojsh një dita. Ato cilët janë 4. Është vajza e djalit Mesa, siç e tham, është motra e vërtet edhe motra nga babai. Kushtet e këtive janë shumë të lehta, në qoftë se I dim kushtet të cilëve ju takojnë një dita. Vetëm se kushtin e ditë e ndrojmë. Ne tham se vajzës I takojnë një dita me plotësimin e di kushteve. Ato ishin që mos të ketë vllaun e vet, që mos të jetë tasib, masib, çka e bën asabe, edhe dita është që të jese e vetmja, mos ketë motër. Mos ketë motër të vet. Këtë kushtin e ditë e ndrojmë. Këtu dhe e bëjmë që të kese motrën e vet. Shumë është I lehtë nëse e kemi kuptuar një ditën. Kretë kushtet të cilët janë të një ditën, vetëm ja shtojmë e ndryshojmë kushtin e ditë, ajo është që të mos ketë motrën e vet. Të ketë motrën e vet, po, të ketë motrën e vet. Në më thonë të vajza, për të morë 2/3 janë di kushte. Kushti I parë është që mos të jetë prezent vllavi I saj. Dërsa kushti I ditë është që me vete të kese motrën e vet. Do me thonë t'jenë di vajza e më tepër. Nuk ka parasysh, nuk ka rëndësia janë 2 apo 3 apo 4 apo më shumë. Shkojmë te motra, te vajza e djalit, do me thonë te Mesa. Janë të njëjtët kushte, ata ishin 3. E para është që mos tjetë vllavi I vet prezent. E dita është që të kete motrën e vet. Dhe e treta që I vdekurit të mos kishte lënë pasardhës së tij djem apo vajza. Motra e vërtet, motra nga babai dhe nana, merr 2/3 pa ashtu me plotësimin e 4 kushteve. Kushti I parë është që mos të ketë vllad vet. Kushti I ditë është që të kete motrën e vet. Kushti I tretë është
që i vdekurit të mos ketë lanë para ardhës së tij djem, meshkuj, ajo është baba dhe gjyshi. Dhe kushti i katërt, që i vdekurit të mos ketë lanë pasardhës së tij, e ata ishin vajzat dhe djemt. Shkojmë te motra nga babai. Motra nga babai merr 2/3 të pasurisë në qoftë se i plotson 5 kushte. Kushti i parë është që ajo të mos ketë vllavin e vet. Kushti i dytë është që ajo të kese motrën e vet nga babai. Kushti i tretë është që i vdekuri të mos ketë lanë paraardhës së tij. Ata ishin meshkuj, paraardhës meshkuj është baba dhe gjyshi. E katërta është që i vdekuri të mos ketë lanë pasardhës, qofshin ato djem apo vajza. Dhe kushti i pestë dhe i fundit është që i vdekuri të mos ketë lanë vlezër apo motra nga babai dhe nana. Këta ishin 4 persona të cilët morin 2/3 të pasurisë. Ne do t'i themi edhe atyre të cilët ju takojnë 1/3 e pasurisë dhe pastaj do të bëjmë zgjidhjen e disa detyrave. Po ashtu personave të cilët ju takon 1/3 pasurisë janë vetëm 2. Është nana dhe janë vlezërit dhe motrat nga nana, të cilët këta i cekim s'pari herë sot, se përpara kemi cek vllavin dhe motrën nga babai dhe nana, të cilët e quajtëm motër e vërtet ose vlla të vërtet. E kemi cek motrat dhe vlezërit nga babai, sot do t'i cekim vlezërit dhe motrat nga nana. Është shumë e qartë, ajo ne kur thojmi vlla apo motër nga nana. Për shembull, një gruaje martohet dhe lën fëmijë. Pastaj pasi që të bëhet divorci, shkrurzimi, martohet me një burr tjetër. Po ashtu edhe me atë burrin tjetër ka fëmijë. Atëherë ky djali, ky fëmia, fëmijën e nanës vet e ka motër ose vlla nga nana, jo nga babai, se baballarët janë të ndryshëm. Personat të cilët trashëgojnë 1/3 janë 2. Është nana me kushtet e tij, e saja, dhe është motrat dhe vlezërit nga nana. Nana trashëgon 1/3 të pasurisë me plotësimin e 3 kushteve, nëse i plotson 3 kushte. Kushti i parë është që i vdekuri të mos ketë lanë pasardhës. Do me thonë, i vdekuri të mos ketë lanë djalin ose vajzën ose nipat e tyre. Kushti i dytë është që i vdekuri të mos ketë lanë 2 ose më tepër vlezër. Nëse i vdekuri ka lanë 2 ose më tepër vlezër, atëherë nana nuk mundet që t'i merr 1/3 të pasurisë. Dhe kushti i tretë dhe i fundit është që detyra kur vjen nana e 1/3 të mos jetë njëna prej meseleve omerie. Në historinë e legjislacionit islam ka një 2 detyra, 2 mesele të cilët quhen omerie, sepse për këta 2 mesele ka bë ijtihad Omeri radiallahu anhu, të cilët ne do t'i cekim pak më vonë. Dhe vlezërit dhe motrat nga nana morin 1/3 të pasurisë, pashtu me plotësimin e 3 kushteve. Ata marrin 1/3 nëse janë 2 ose më tepër. Nëse është 1, nuk merr 1/3. Pa marrë parasysh a janë 2 motra, apo janë 2 vlezër, apo është 1 vlla dhe 1 motër. Kushti i dytë për ata të cilët morin 1/3 motrat dhe vlezërit është që i vdekurit të mos ketë lanë paraardhës, meshkuj. Dhe më thonë të mos ketë lanë babën ose gjyshin. Dhe kushti i tretë është
që i vdekurit të mos ketë lënë pasardhës, në më thonë vajzën dhe djalin e tij. Pra ne sot do të vazhdojmë dhe do të bëjmë zgjedhjen e detyrave atyre të cilëve ju takon 2/3 dhe 1/3. Para se të fillojmë zgjedhjen e detyrave, a ka diçka nga dikush për ju të paqartë rreth kushteve dhe rreth personave të cilët ju takojnë 2/3 dhe 1/3? Lirisht kush nuk ka kuptuar ndonjë prej kushteve, mundet të parashton pyetje. Nuk ka. Do me thonë, ne do ta mormi tash një detyrë. Ka vdek personi dhe ka lënë 2 vajza djalit. Në më thonë kalon 2. Kalon gruajen dhe kalon vllavin të vërtet. Dhe vllavin e vërtet. Tash e kemi vajzën e djalit, mesën, 2, e kemi gruan dhe kemi vllaun e vërtet. Tash fillojmë me vajzën e djalit. Në këtë rast, sa merr vajza e djalit ose mesa? 2/3. Merr vajza në 2/3 pse? Po, se kalon 2, se nuk ka pas vllaun e tij, edhe se i vdekuri nuk kalon pasardhës. Dhe me thonë s'kalon as djem, nuk kalon as vajza. Edhe shkruajmë 2/3. Gruaja sa merr? 1/8. Nuk merr. Jo. 1/8. 1/8. Pse merr gruaja 1/8? Se i vdekuri kalon pasardhës. Mbesa konsiderohet pasardhës. Konsiderohet. Në rast se nuk është vajza ose djali, atëherë vajza e djalit ose djali i djalit është pasardhës, është nip. Në këtë rast, nana merr 1/8. Po mos t'i shinkon vajzat e djalit, atëherë nana mirte 1/4. Dhe vllau i vërtet sa merr? Asabe, shumë mirë, asabe. Po ashtu, ne thamë se rënja e detyrës nalt nuk del prej këtyre numrave. Cili numër, do me thonë, kur të bënd pjesëtimi numrave, bënd vetëm me këta, 2/3, 1/8, 1/6, 1/2, 1/4. Cili numër prej këtyre numrave i pjesëton të dhijat? 24. Duhet të mbajtur mend. Çdo herë, nëse 1/8 është dhe 4 shikimtar tjerë, 1/10, 1/6, atëherë më njëherë duhet 24. Se i është i numri vetëm që do t'i pjeston. Atëherë 2/3 24 që është? 16. Se 3. 24 pjestim për 3? 8. 8 plus 8? 16.
1/8 24 që të ashtë? 3. 16 edhe 3, 90, mbetin 5. Detira konsiderohet e saktë. Dishka e pa qartë? Kjo, pastaj pasuria pezojmë 10.000 euro. 100.000 euro pezojmë. Pasuria ndahet kështu. Ne e tham detirin, 100.000 tash do dikitronat ti kemi me veti. Se njoni në Facebook ishte shkrujt me një dikitronat me veti. Në këtë rast do në dikitronat mi pas me veti. 100.000 e ban herë 16, pjesëtim me 24. Tash dikush I mund të ta llogarit. 100.000 herë 16, pjesëtim me 24. Gjellat e 6.000. 66.000? Tamam, ditë treta. Po, ditë treta. Do me thonë kjo është shumë e letë, 24, 100.000 evra dhe datë 24 pjesë. Po, 24 pjesë, edhe çdo njoni I merr hiset. Do me thonë prej 24 hiseve, 16 japë mi vajzës djalit. 3 do t'japë mi grujës, edhe 5 do t'japë mi vllaut vërtet. Është pasi që t'jese ki rezultat. Shumë letë është masane. Pasurin e ndonë 24 pjesë, 16 pjesë jep vajzës, 3 pjesë jep grujës, edhe 5 pjesë jep vllavit vërtet. Është shumë e letë detira. Është më rëndësi të zgjedhen hiset. Pastaj numri, cifra së dhe t'jese, është shumë pak rëndësi ka. Bërëm po? Të shembull, sa po e qekoj, do të thonë, 2 mesat morë 7.000 euro, që të shkelën 1 me euro. Po. Të 2 mesat shumën që e morë, dojnë përgjys? E dojnë përgjys, po. E dojnë përgjys. Në qoftë se dataj numër përgjys, e dojnë përgjys. Gjdo herë ato dijat, në qoftë se... Mund t'jenë edhe 4, mund t'jenë edhe 5. Mund t'jenë po 5, 6, 7, 10, sa t'jese. Qajo pare, qëka është datë? Në qoftë se numri, se ne pam numri 16 pjestohet. Do me thonë 8. Bot ka 8 hise. Në qoftë se s'ka atërë ne dhe shumëzojmë. Sukur qëka e bom atërë. Po. Në njoni që do të dalet zgjedhjen e detirë. Ajtë. Që? Ka vdek personi dhe kalon 2 motra nga babaj, shkryje motra, pik B, që dit nga babaj, edhe D shkru. Kalon gruan, dhe mingjen. Po? Jo. Edhe këtu e vënë një numër se do të parzin. Që. Edhe një numër, edhe një vije bën nalt. E vazhdo në denë. Shumë, po. Tash çdo njonit prej tjere ja e sa edhe pse. Se ajo poenta, jo ta gjesh numrin, po është poenta ta dish, kur t'ja apish në njonit 1/8, 1/4, ta dish se pse I merr ajo, qaq. Po, ta argumentojsh. Se në qoftë se nuk e dim, atëre kushtet, atëre nuk e kemi kuptu landën. Motra nga babaj këtu në këtë rast I merë
2/3. Po, 2/3. Pse I merr 2/3? 2/3 sepse nuk ka paraardhës, nuk ka ky personi I vdekur edhe pasardhës. Po. Ala ka kushte. Ka dhe 3 kushte tjera. Se nuk ka vëlla të vetin, nuk ka motra apo vëllezër nga babai dhe nana të vërtet, edhe se ka një motër të saj. Se po t'ishte kanë motra nga babai veç një atëherë merke një ditë 2/3. Po. E shkruan 2/3. Gruaja sa merr? Gruaja në këtë rast merr 1/3 të pasurisë. Ja, gruaja asnjëherë s'merr 1/3. 1/4. 1/4, po. Pse merr 1/4? Sepse nuk ka pasardhës I vdekurit. Shumë mirë, shumë mirë. Dhe mingja është? Të betur. Pa, asale, shumë mirë. Shtash numri të cilin I pjeston këto është 12 që të më thonë. Bravo, shumë mirë. 2/3 12-qit? 2/3 12 është 4. 8. 8. Po 4 plus 4 8. Këto 6. Ku 6? Jo. 1/4. 12 që ka parë. Se del në tepër ata. Po del në tepër. Shumë të janë të asave. Shumë mirë. Shumë mirë. Këshere, për të konë malet, shumë mirë. Bëllë këtë. Tamam, mirë, ullë. Për të konë malet, gjderë kur është jo 2/3, po kur është 1/8, 1/4, 1/6, e pjestojnë. 12, pjestim me 4, 3. 12, pjestim me 2, 6. 24, pjestim me 8, 3. Në më thonë, këtë numër, ditin e pjestojnë me këtë edhe sosët problemi. Në kush vullnetar, apo të vazhdojmë me detirat atyre të cilët ju takojnë 1/3 e pasurisë. Do të zjedh me një detir. Mumi me morë, ne ama është problemi sa alo si kemi morë asabet. Asabet, alo nuk e kemi morë hajbin mbulimi, kush kanë mbulon. Por deri sa nuk I kemi morë ato, do t'jese shumë problem u kuptu. Pastaj, kur do t'a morëmi në kush kanë mbulon, atëre në mumit vim, qka të dush, mund është vënësh 20, 30 persona t'i rënditish, 10-15 kanë me ra, 5-6 kanë me trashigu edhe, a mo është mirë që t'i morëmi kretë masane. Në me thonë, ne, inshallah, javën tjetër, tentën, duhet që ti kompletojmë edhe asabet, mirë është që ti kompletojmë edhe hajbin, kush kanë mbulon. Edhe pastaj atëre mundemi të zgjedhmi detira më të komplikume, më të rënda. Ama përderi sa kështu nuk e dim kush kanë mbulon, atëre mund të vënojmë shumë, ama nuk do kuptohet. Debim edhe një shembull, ka vdek personi, ka lanë nanën, ka lanë motrën e vërtet, edhe ka lanë mingjën. Nana në këtë rast sa merr? Nana s'te nuk merr 1/4. Një gjashtën si kemi honë 1/6. Nana s'merr të 1/6.
Nana merr 1/3. Pse? Ne e tham kushtet e 1/3. Nana merr ke 1/3 kur plotson 3 kushtet. Kushti i parë është që i vdekurit të mos ketë lënë fëmijë. Në këtë rast i vdekmi s'ka lënë fëmijë. Kushti i dytë ke që i vdekurit të ketë lënë di ose më tepër vëllezër apo motra. Në këtë rast e kemi vetëm motrën e vërtet, 1. Edhe kushti i tretë është që mos t'jesë njëna prej meseleve amerie. Nuk është kjo, se s'është baba prezent. Ne e cekëm 1/3, kushtin e 1/3, me plotësimin e 3 kushteve. Këtu nuk i ka, këtu kushtet i ka për t'i morë 1/3, se nuk ka lënë fëmijë, s'ka as djalë, as vajzë, as djalin e djalit, as vajzën e djalit, nuk ka. Po i njëjti nuk ka motra, di ose më shumë motra apo vëllezër. Tu është vetëm 1 motër. 1 motër e vërtet. Këtu, në këtë rast, nana merr 1/3. Motra e vërtet sa merr? 2/4 në s'ka. 2/3. S'ka, ja. Pse? Pse merr 2/3? S'ka lënë as fëmijë, as vëlla tjetër. Po, më ne i cekëm kushtet e motrës kur me 2/3. Njona prej kushteve më të rëndësishme ishte t'jenë di ose më tepër motra. Këto është vetëm 1. Ne e cekëm se motra e vërtet merr 1 ditën me plotësimin e 4 kushteve. Është që mos kese motër, të mos kese vlla, i vdekurit të mos ketë lënë parardhës dhe i vdekurit të mos ketë lënë pasardhës. Ne tham motra e vërtet merr 2/3 nëse plotson 4 kushte. Ne tham 3 kushtet e para janë të njëjta, vetëm se ndryshojmë kushtin e ditë çka ishte që i që kjo të kese 2 ose më tepër motra apo vëllezër. Në këtë rast kjo është e vetme. Pasi që është e vetme sa merr? 1 ditë. E që kjo është rëndësia e trashëgimisë, se punë sa ma shumë mirën, punë qëse nuk e kemi mësu përmendësh mirë kushtet, vend të uranu. Renditja, se përzin mes nanës edhe motrës. Bot përzirja mes nanës edhe i gruas. Kjo ndodh ma shumë në trashëgimi, bot përzirja e hisës nanës me të grujes. Pse? Se ne çdo herë shikojmë te i vdekuri. Çdo herë them çka i bë kjo, nuk do të shikoj te i vdekuri. Sonenita 1/8. A 1/8 nona asnjëherë nuk merr. Nona ja do të morë 1/3, ja merr 1/6. 1/8 nuk mund të merr asnjëherë. Ja 6 nëse ka lënë fëmijë. Pa. Ja 6. Edhe migja merr asabe. Rënja e detirës prej sa do t'jese? 2, 3, 1. Detira është shumë e lehtë, vetëm do të kuptu kushtet, edhe është shumë letësh. Dhe të vejnë detira shumë atrana, dhe të vere auli, ngritja e numrit, dhe të vere munasahat, dhe tjese e kderije, mëselje të lovitër e përzim. Dhe të qenë pak më të komplikume, për që ata une do t'ju kisha lut, që mi mësu, edhe mi pas, do me thonë mi dit mirë, mi pas ato njohurit përforcume, mos me përzi nanën me gruan. Kjo ndodh shpesher në trashëgimi. Mirë është që të morim edhe një detir, po në qoftë se ka në kush dëshirë me dalë është hala ma mirë. Se për mi mësu një ditë, 1/3 këta kush sa merë, është edhe një metoda më është shumë e zorshme. Për shembull nana.
Edhe i thot, nana mund të merr në dy mënyra, merr 1/3 dhe 1/6. Për të marrë 1/3 janë këto kushte, për të marrë 1/6 janë këto kushte. Edhe përzihen. Këta janë më të përzime. Kjo metoda që është në libër, edhe që është në përkthim, besoni se është shumë më e lehtë. Shumë më e lehtë. Kjo është e vërtetuar me profesor, me dietar të cilët e kanë dhënë këtë lëmi. Kjo është shumë më e lehtë. Mund duhet në jo praktike, ku e di, ndoshta vallë. Mund duhet diçka më e komplikuar për më vetë folja. E di se i me tavull më të mirë se nish pas shërim ndoshta. Ta metodë që ata vetë tash, që thash me rënd ndoshta për digan është më e lehtë. Në dy metode, që në në dy mënyra. Nëse ka ta për ta, do të thosh Po, mo është problemi për shembull se kur do të vim te motra e vërtet, ose kur do të vim te motra nga babai, ajo do të ketë se kur merr 1/10, kur merr 2/3 edhe kur merr 1/6. Do të qese më ngatrume, besoni. Besoni se kur do të mirët për shembull se motra e vërtetë dhe motra nga babai kanë 3 gjendje. Kanë 1/10, kanë 2/3 edhe kanë 1/6. Kjo do të jetë më e komplikuar. Atëherë do të bën gabime tjera. Do të thonë motrës vërtet, nëse më ia dhon 1/10, kemi ia dhon 2/3. Kjo metodë është më praktike edhe më e lehtë është. Kjo është shumë më e lehtë. Kjo është e vërtetuar me ato ekspertët të cilët ne kemi mësuar, çdo herë kanë sugjeruar që kjo të jetë metodë e mësimit. Se nëse do t'i rinitmi një personit 3-4 gjendje, do të jetë pak më e komplikuar. Do të përzihen gjendjet. A kështu një ditë e din 5 persona. 1/4 2 persona, 1/8 1 person, 2/3 4 persona, 1/3 2 persona. Ton. Unë mendoj, tash ne mundemi që të vazhdojmë me metodë tjetra, më kjo është metoda më e mirë dhe më praktike. Në një detyr që do të dalet zgjedhja, bashkarisht do të zgjedhim. Ka vdek personi, të shumë një atlet se kështë. Mi para se mjalisë. Bërëm. Konkretisht, më thonë, ka mësi rastin të. Nuk ka baba vdekën, e qështë kështë me shkuaj me rëndë. Baba e. Po? Jemi 2 djetë, që i ka dhe dhe. Që? Po. Qështë kështë më po? Se unë jam më shqitë shpinë edhe... Po jo, unë e kam menu këtë puna, më thash, nërë t'i barojmë kretë, edhe masane se cili këshka është interesum, del edhe zgjedhve detyren. Po mirë, s'është problem. Ka vdek baba jetë edhe kalon? 2 djetë, që i ka dhe në nuk ka vazdi motër. Babën e ka pas gjallë, nërën gjallë. Kalon djem? 2. 2. Vajzë 2. Vajzë 2. Ko ka vdek bëhen, me ka pas... Kalon vlla, kalon? Pa 4 vazdi. Edhe nënë edhe babë të të edhe ljoke edhe babljoke, fulë në shqip. Kalon nanën edhe babën e vetë, hën? Pa dhe babën e ka pas gjallë. Edhe gru. Kalon hala? Motër.
vërtet. Zdravo sad nešto. Mas ta zgjedhësh atë? Ja, da se raport. Këta janë krejt. Po, haqë. Pikë e parë janë djemt dhe di vajza. Ne cekëm dje se kur janë djali edhe vajza, djali edhe vajza bon ashabe. Edhe cekëm ajetin kuranor, yusikumullahu fi auladikum lidhekeri mislu hadhil unthejeni. Kur thot Allah Gjeleshanu obligoi muslimanët për ndarjen e hiseve mes fëmijëve. Thot djali trashëgon di hise, vajza trashëgon një hise. Këta ne i shkrujmë asabe. Shkojmë tash gruan. Ne do të shkojmë ato të cilët ne i kemi marrë. Gruaja sa merr? Një ditë. Asnjëherë s'merr gruaja një ditë. Një të nësë një gjashtë të mëna, ma tash ke prasë, po? Jo, gruaja nuk merr një gjashtën asnjëherë. Se e ki përzi me nanën. Nona me tretë nëse një gjashtë. Gruaja sa merr këtu? Bravos, në tetën. Pse? Kalon fëmijë. Do të shkojmë në ato të cilët ne i kemi marrë. Nona sa merr? Një gjashtë. Gjashtën. Pse s'merr një tretën? Se një pasardhës. Ka pasardhës. Tash kush na mbeti? Baba sa merr? Se kemi marrë një gjashtën. Motra sa merr? Sa motra e vërtet bërë, Po, motra e vërtet, po. Po. Sa merr motra këto? Kush sa s'merret? Pse? Ja, baba, ja. Ja. Djali ambulan. Për që ata jam, do të vitë mbulimi, haqbi. Djali ambulan. Ambulan. Edhe ne e bojna mahgjub më. Se ne nuk i kemi morë, për që ata nuk dhe gutna se nuk i kemi morë kush kanë ambulan. Në mbeti vlau. Vlau sa merë? Shumir. Tash kemi një tetën, një gjashtën, një gjashtën. Bravos, 24. Nana merë 4. Baba? 4. 3. Ja. 4 dhe 4, 8. 11. 13 jesën. Këtive nga një zerët që ka nuk morin, mesin edhe 13. Tham? 13. Tash 13 që mbet. Amo këto sa hise janë? Sa hise du të muda që do? 4. Ja. Lidhekeri mislu hadhil në thejen. 2 me 1. Sa janë këto? Sa hise janë kre? 6. Kush sa 6? Bravës. 6. Se di gjemë të morin ka 2 hise. 2 ere dhja bëjnë 4. Edhe këta ka një hise 6. 6 me 13 që na pjestohet? Jo. Here 6. Shumë zot me 6 se nuk pjestohet. 13 që s'munët, ne s'mujna me donë 6 hise. Do të me donë 6 hise. Ranja dhe tirës. E shë, naltë, po. Jo, ranja dhe tirës. është 6. Tash ne do të bëjmë detyr 3.
24 herë 6. Dikush ta bëj me llogari. 24. Na me dikitron më mirë. 24 herë 6. 144. Shumë mirë. 6 herë 4? Tash 6-in se 6-in a e shumëzum këto? 6-in me ketë ka mu shumëzum. 6 herë 4? 24. 6 herë 4? 24. 6 herë 3? 18. Tash shumëzoni këta? Po, jo, mi mbledh këta. 24 në... 80 rafsh. A? Se në... 78. Këtu jesin 78, a? 78. 78 a pjestot me 6? Po, pjestot. Këshere sa është? 13. Tash 13, 2 hise ka 13? 26. Sa mesin për 48? Sa metën 48? 52? Tash shumëzonja janë krejt 144. Që dhe tjera. Dhe me thonë pasuria jote ka mu da 144 hise. 24 hise i merë, s'ka lidhe, nuk është shumë. Nuk është shumë. 24 hise i merë lokja. 52 hise i morin digjent. Dhe me thonë kanë mi da ka 26. Motrat i morin ka 13, 26. Vllaznit s'morin kur gjo për fatë keq. Baba merë 24 hise, gruja merë 18 hise, edhe motrat nuk morin kur gjo. Kjo është dhe tjera. Edhe sa pare, kalon për shembull ti këtu mundesh me bën 1 milion, sa të dush. Jo, e kom shi shpinën, që 29 mijë. 29. Ata më të 2 kretejnë, që të qenë 2 të trangu. Që e për kërkuj zëllanë? Këtu e tëmë. Kështë. Në më thonë ti ki hinder hak vajzave, nanës, babës, grujës. Po, në që të nërë, të shështë të kamë të zvukum nërë. Po. Edhe ti, po. Që më njësë të dy bëjë sot. E ti tash e bën me euro, sa? 29.000 euro. Edhe keme bon 28.000 euro herën 24, pjesëti me 144. Sa del, gjdo njëni t'ja da. Është shumë e ledi tira. Besoj se është puna se ne kemi shumë gjona që nuk i kemi marë, që në këtë rast që kemi haqbin, e kemi mbulimin. Ban. Në më program të që pastron Po, ne i kemi cek ato. Po. I kemi cek në fillim. Ato, se personi kur vdes, qka bot me pasurin? Pike e parë nërë gjenazja, qka paguot, hoxha, vorimi, hargjimet, krejt. Pastaj këshirët borgji. A ka pas borgj? Se baba ndodh që ka pas në kujna borgj, dhe du tjetë se e shkryt me du dihet. Ka kushte. E treta, a ka pas borgj në pagim shka ka lidhe me fej. Për shembull ka bot premtim, vad. Po, ose sadakatul fitrin se ka pagujt, ose zeqatin se ka pagujt. Masane këshirët vasijeti, testament, a kalon ai testament. Që ose kalon testament, në tham, 1/3 e më poshtë, 1/3 për manalt nuk mundet. Edhe pastaj, gjonja e fundit, gjonja e penst, është trashëgimia. Pasa që të këshirën këta 4 gjonja,
Pasi pastrohet krejt, pastaj pasuria është ka ngel, atëre datë. Ama ka një gjë, mos t'i tallavitni disa punë. Është personi baba edhe ka 3 djem. Edhe baba ka fitu pasuri dhe kalon. Ama njoni prej djemve është i dam. Edhe ai ka pasuri. Nuk duhet pasuria e djalit përzihet me të babës, po do datë vetëm pasuria e babës. Pa përcia të gjohë. Pa mos me sa i ka fitu vetë. Ne kemi të bojna vetëm me pasurinë e të vdekurit. Ai që ka vdek. Jo t'ja morim i pasurinë vllavit, t'i bëjmë bashkë edhe masane t'i dajmë. Jo. Ama të na për që të status të nëse djali si të ka daj, atëre nuk ka që ka me mërë për qëtë se bashkërisht. E po kjo në do t'a cek e ditë e na është... Ai që ru babën masane Po, edhe të babës, ajo është... Ajo është gabim. Tani, ka shumë edhe gabime tjera. Ka dhe gabime shkabot janë didjem. Njoni është pak i ka punët ekonomike ma dopt, njoni ma i fort, ati doptit ja aljap mi ma shumë pasuri. Pse se s'ka? Ajo nuk është, shëriate atë punë nuk e këshirë. Aje ka pas bab, kje ka pas bab, shka ndryshon. Tasha është i dama, nuk është i dam, bab është. Nuk mundet për shemëll baba të ndaloj e fëmijen prej pasurisë. Që se ka vdek, nuk kina drejt kush një. Nuk ka, nuk ka drejt. Ose grujës, ose... Ajo diçka bë. A ka drejt, për shembull djali ka drejt heke dorë pi pasurisë. Ka drejt, t'ja fale. Për shembull janë di vllazëri, nëse janë vetëm di vllazëri, atëherë s'ka nevojë një ditë, një asabe, po don dihise pasuria. Se ndodh për shembull është vllau. Edhe një vllau. 3, edhe vllau. Këta keq janë asabe. Ai mund të përgjigjen shkoj me dalë. Po inshallah e ka da. S'ka lidhje. S'ka lidhje njëjtë. S'ka lidhje. Shumë praktikot, të na praktikot edhe ajo. Po, edhe hisën e babës. Praktikot gabimisht edhe nisen të bija. Unë e kam li shumë abet edhe ajo është edhe në kone sodit, në që se bijës martum, e li bija e martum, e li pasurin, ne i thejna mëner ti s'kimo të pam të vlavi. Jam shelin modern. Në qofë se e fal, jo në qofë se nuk i lip, du t'i ipët. A në qofë se thot, une, filan personi, tërhiqen prej i sistema, ajo ka diçka tjetër. Shumica e femrave tonë, bijove tonë, do të thonë asë nuk e fare, do të thonë shkojnë. Ja, borgjë është. Ama këtë është me borgjë. Borgjë, mbetë borgjë. Nga prezentuna, ashtu. Shemë nëse ja fa. Jo, gojarisht edhe mjafton të jenë 2 dëshmitar. Se mune t'i bere pishman. Kalon një vit e thotune se kam thonë atë laf. Ose t'je se shkrume. Po. Do e mos me prezentu? Po, mire ka shumica rasteve shumë. As nuk e lip, as nuk... Amo pre obligimeve të trashëgimtarve, meshkujt, në djemve, është që t'ja t'i those, motrëzve t'i those ti e ke këtë hise, bëjrom, hek dorë, diçka, amo me bo me vetë, nuk më mërë me një se ketë hekin dorë. Bëjrom. Në më thonë se bia nuk di me, jo nuk di, po s'da, ose për shemë që në nejme, s'ka lip, s'ka ma. Unë si nip, a muj me lip, po muj, munësh t'a lipsh, munësh ki drejt. Ki drejt, amo në qoftë, jo, në qoftë se nana, në këtë rast, në qoftë se nana është gjallë, atëre nana du t'a lipe. Po në qoftë se nana nuk është gjallë, atëre ti e lip. Edhe ajo detira ndryshon, atëre bot muna se khatë. Do me thonë, hinë detira, kanë vdek 2 persona, ala pa u da pasuria. Ajo ka detira qeter, a muna neote dhe të trashegoje. Masane ti dhe trashegojsh prejna në sane edhe pa qeter e ka të tape. Kune nuk është vonë. Zgjidhje ka dhe para 100 vjetëve shka su ka da. E ki detire në muna se khatë. Dhe të morish pjesën që të takon. Me milimetr, me santim, me denar, me filc. Nuk hupët.
Amo tash ne sa dhe majna në përgjithësina jo dishka qita. E patëm këtu të vllazërit, këtu keq janë asabe. Asabe. Këtu nuk ka nevoj për detir. Shka do të bëjmë këtu? Dhe bëjmë treshin. Se cili ka një hisë, nuk kri puna. Po që, këtu për shumë mëse na nuk kemi bajt drejtësi këtu në këtë botë. Nga hireta, do me thonë që do të damë të E ka përgjithësi, në ahiret ka përgjithësi. Se po hin çdo sen çka ka ndërlidhur me të vdekurin hin, qofse edhe teshat e të vdekurit hin. Se mundët kese në një vdekur të kalon tesha gardarop të shtrejt. E po ta fjallën për të bijat. Nëse e ka të një shvijen 3 katë. Bija ku shkot në të që të bëri vetë. Ka hise? Qose e babës vetë është ka hise. Ka hise, amo dhe të more ma pak si gjalli, amo ka hise. Edhe prej shpijes, edhe piteshave dhe të kesi hise. Se ndodhë për shembull në një i vdekur kanë me raklin tesha në gardarop, kalon 20.000 evra gardarop. Çka do t'i bëjnë ateshave? Edhe ajo hin trashëgimi. Toka, edhe ajo hin trashëgimi. Parja, kesh, çdo sen, çdo pasuri, çka ka qenë pronë e të vdekurit hin. Për që ata, inshallah Zoti e sel që në ditë në këtë vend, në shoqërinë tonë, praktikot, ndihet përgjithësi, se sot është problemi sheriat skatena. Edhe tash si çdo kush e shkel atë. Amo nuk do me thonë se në kina mi hikë përgjithësisë. Për shembull me thonë, s'ka pas sheriat edhe u ka kri puna, jo. Ka fej, ka soto gjallar, ka libra, thonë që do të datë, se cili do të ndije përgjithësi. Edhe nëse qërë këtë për shumë të akuzojnë... Më njerë, ajo është gabim. Po zotë, rasi janë 3 vllazë edhe një motra, ko do të mësa është një motra jo? Edhe motra. Edhe një vish një motra është? Pa. I vdekur i kalon për të këto, s'kalon as vllaz. Këtë morin këta ka 2 hise, kjo ka me mor 1 hise. Pasuria 2, 4, 5. Jo, 2, 4, 5. 6 po 7, pa, se në thamë 3 vllazë. Kjo ka me shkun 7. 2, 1. Qështu dhe datë? Se këtu kur ka vëllezër dhe motra këta bën asabe. Kur ka vetëm asabe, këshirët sa hise, për krije thirët kjo. Ala ruus thirët, në krije të personit. Këta morin ka 2, vajza nga 1. 7. 2, 1. Edhe detira sa kalon, ndatë. Dise dhe ser vajza merë 1 hise. 1 hise në përdallim nga djali që merë. Po, edhe me kanë edhe një, edhe 2 dhe 3, këtë ka 1 këta kanë me morë. Amon, këta morin ka 2. O shumë letë. Kjo dhe tira shumë letë. Tanë. Përshë Efendi, zašto na këta pola samo od imajnë? Pa, se une maqedenisht në sune foli rjadhë shumë. Muj me foli shqip. Ne thamë sebeb që vajza si vajz ka ma pak obligime. Se vllavi ose djali e ka obligim që ta ruje familjen, t'i siguroje jetë ekonomike, shtëpi, me hangër, me pi. Gruaja nuk e ka obligim. Grujës do t'i mjaftoje 1 hise. Pse? Se buri vet ka me trashëgimu 2 hise. Do më thonë 2 + 1 do bën 3. Kjo 2 + 1 do bën 3. Se barabarzia, ne këtë kuptojmë, do njëherë kujton se barabarzia është mu konë gjisati. Jo. Ka njerë barabarzia është mu konë se cili ta more hakin e vetë. Do shta barabarzia është ave drejtësi në po. Drejtësia është ma përmet se... Kje e thamë më mirë. Koha baroj, alhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit. Amin. Edhe ju